Të gjithë ata që këtë mëngjes kanë pritur për të lëvizur me autobus urban në shkollë ose në punë kanë mbërritur me vonesë. Për 3 orë autobuset në Tiranë nuk kanë lëvizur nga stacioni. Qytetarët të painformuar kanë pritur më kot. Të tjerë zgjidhjen e kanë gjetur tek shërbimi taksi apo automjetet private, ndërsa shumë rrugë u bllokuan nga trafiku. Dita nisi e tillë pasi punonjësit e 10 linjave të autobusëve ndërqytetas nga ora 5 deri në 8 të mëngjesit ishin në grevë. Prej kohësh kanë probleme me pagat. Shoqëritë e transportit ju thonë se gjenden në vështirësi financiare dhe situata do të vazhdojë njësoj nëse bashkia nuk rrit çmimin e biletës së udhëtimit. Çmimi i biletës ne na pengon si sindikat për të bërë negociatat me kryetarët e shoqërive për pagat e punëtorëve, të cilat nuk merren tash një vit, nuk merren normalisht. Propozimi i shoqërive të transportit për vitin e kaluar, sepse në atë kohë ka filluar bën 2 vjet që ka filluar kjo negociat, ka qenë deri në 70 lekë. Por tash i merrem me çmim, madomendje që do të pranohet edhe në çmim më i ulët. Të njëjtën sindikata ka paralajmëruar pezullim të shërbimit për 24 orë. Ne këtë grevë do të vazhdojmë edhe nesër 24 orë, një herë. Kjo do të thotë ndërprerje të kontratës që shoqëritë e transportit kanë me pushtetin vendor, por pavarësisht kësaj, punonjësit duket se nuk do të ndalen. Greven kur e bëjnë punëtorët nuk ka punë me licencën e aty. Ai vi kryetari i bashkisë, na vjen ne ndihmon që të udhtojmë. Por Bashkia e Tiranës nuk ka ndërmend të arrijë çmimin e biletës së udhëtimit. ABC News u interesua për këtë çështje dhe përgjigjja që mori ishte se kosto i jetesës për qytetarët është rritur së tepërme dhe ajo nuk do të marrë vendime për ta vështirësuar më tej. Qeveria sipas bashkisë duhet ju subvencionojë shoqërive të transportit urban rritjen e taksës së qarkullimit.